Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Nga pyetjet që janë drejtuar dietarëve rreth çështjeve të agjërimit, thot personi, un jam një student dhe në muajin e Ramazanit kam provime. Dhe siç e dini, studenti ka nevojë të përgatitet, të studioj mirë gjatë në mënyrë që të marrë rezultate të larta në provime, por agjërimi mund ta penrojë disi në atë gjë. Prandaj a lejohet thotë që të mos e mbaj agjërimin gjatë ditëve të përgatitjes për provimin? Jam përgjigjur dietar duke thënë se nuk lejohet diçka e tillë, pra nuk lejohet që ta ndërpres agjërimin e tij. Dhe është ndaluar për të, është haram që ta ndërpres agjërimin, sepse çështja e përmendur nuk konsiderohet nga arsyet që të lejojnë ty ndërprerjen e agjërimit të Ramazanit. Gjithashtu nga pyetjet e tjera që janë drejtuar dietarëve, është se a i lejohet gruas që të konsumojë medikamente për ndalimin e periodave gjatë Ramazanit. Janë përgjigjur dietar duke thënë se i lejohet gruas përdorimi i medikamenteve për ndalimin e periodave gjatë muajit të Ramazanit, me kusht nëse këtë gjë e miratojnë apo ja lejojnë mjekët kompetent dhe të aftë, duke gjykuar se diçka e tillë nuk e dëmton atë dhe as aparatin riprodhues të saj. Por, gjithsesi, më e mira për të është që të mos i përdor medikamente të tilla, pra të mos e mbajë dhe Ramazanin, duke vepruar lehtësinë e Allahut të lartësuar për gruan në një gjendje të tillë. Pyetja e radhës nga pyetjet që janë drejtuar dietarëve është se një grua e nisi agjërimin e saj dhe në një kohë dhe apo pak minuta përpara përfundimit të ditës së agjërimit, pra para perëndimit të diellit, ajo pa që i erdhën periodat, është i sartë agjërimi i saj apo jo. Janë përgjigjur dietarë duke thënë se nëse i kanë ardhur periodat përpara perëndimit të diellit, atëherë agjërimi i saj është i pasartë, agjërimi i saj është i ndërprerë. Sallallahu alaihi wasallam.